Nesër kemi vendosur që pak a shumë edhe me temën e ditës dhe me të ftuarin tanë, është shumë special, të bisedojmë pak a shumë e dy botat e ndryshme që ka edhe profesioni edhe jeta. Mirë po mbi të gjitha është pikërisht ai i vetmi U ka dhënë shumë zë. që u ka dhënë shumë zë, e ka sjell botën rurale, të thoja kështu, në ekranet tona, mirë po në mënyrën më të mirë që ai din ta bën. Mbi të gjitha, siç e thash edhe më parë, edhe gazetarët tanë që i shihni shumë serioz dhe që i shihni duke u marrë me temat më sociale, edhe ata kanë një anë të tyre më emocionale, të thoja kështu. Kanë një jetën e tyre dhe e gjejnë hobin, ndoshta pse jo, për të ndarë edhe të gjitha ato fjalët e bukura që ndoshta nuk mund t'i gjejmë në kronikat e zeza të shumta që mbizotrojnë edhe lajmet tona, mirë po ata kanë një pjesë tyre që sot ne gëzojmë edhe në libra. Pikërisht për botimin më të ri të poezive, e kemi edhe gazetarin ton shumë të njohur nga televizioni Alsat, i cili është shumë i dashur, jam e bindur për të gjithë ju, është pikërisht Avnet Tahiri. Mirëmëngjes dhe mirëmëngjes Avni. Mirëmëngjesi Valbon, mirëmëngjesi drejtorë. Kënaqësi që t'ju kemi këtu në studio, sepse ju kemi parë për kronika të shumta që i keni bërë, por tema e ditës sot më është kështu. Sepse u aparashtojmë këtë pyetje gjithë qytetarëve, ta gjithë ftuarve që i kemi. Katundi apo qyteti? Ku e mendon që është jeta më e vërtetë? Nuk e di pse e bën këtë pyetje realisht. Jo, sepse e kemi si paru që duhet ta bëjmë patjetër. E kam përgjigjen edhe çdo herë realisht kur shkojmë Katund, ndihemi vetja. Unë për vete flas, ndihem vetja. Edhe pse Maqedonia apo vendi ynë është një Katund i madh në gjithë këtë globin, sidomos në Evropë, përsëri ajo fshati, natyra të bën të ndihesh i qetë dhe ti harrosh gjitha të brengat. Unë nëse i bëj 2 javë në Shkup pa shkuar në Veles, ku e kam vendlindjen, ndihem sikur kam punuar 2 javë rresht, ish pa ndërprer. Pa fundjavë, pa pushime. Definitivisht. Domethënë, është pjesa ku njeriu sigurisht që e riakumulon, se rimbush veten me bateri, që të jemi të mbushur për të vazhduar më tutje. Unë pak më parë thash Avni që ndoshta për të rritë është pak më e vështirë sepse ndoshta një moshë më madhore kanë krijuar familje, kanë fëmijë, shkollimi, kanë bler një shtëpi apo ndonjë banesë, pak a shumë, siç thash në atë listën e jetës apo kërkesave për të jetuar një jetë më stabile i kanë kryer këto detyra. Për ne më të rritë është pak më e vështirë, ndoshta për atë dhe detyrohemi që të jetojmë në qytet. Por a do ktheheshe përgjithmonë në fshat? Patjetër që po, patjetër. Kështu para pensionit e kam plan që bëj ca blet, të bëj një shtëpi të vogël edhe aty shkruaj ti shoh bletët si punojnë edhe kështu ta jetoj pleqërinë. Një blet punëtore. Shumë e njerëzve kanë dëshirë këtë. Pra miq dashur, unë do doja që të kthehemi në normalitet tashmë, ti ikim edhe temës, sepse Avniu sot nuk e kemi ftuar si gazetar, por e kemi ftuar si poet. Do ta prekim pak edhe gazetarin. Po do të prekim pak, do flasim kështu në përgjithësi, por ne të gjithë e njohim Avniun për zëri i fakteve të shumta që po ndodhin në këtë nën qiellin ton të lumtur, të bukur, të mrekullueshëm që Zoti na e shtoft me të mira. Por unë do doja ta pyesja Avniun, çfarë ndodhi që vendoset që të japish zë ndjenjave më shumë? Sepse e dim që kur del në terren duhet të jesh pak më i ftohtë. Por janë shumë shqetësime të shumta që njeriu e akumulojnë dhe ndonjëherë dikush din ta shpreh në një mënyrë apo në një tjetër. Ti ke zgjedhur poezi. Poezinë zgjodha realisht që nga 2008-2009 kam fillu të shkruaj tekste për këngë. Me që punova në radio, i bëna ato lidhjet me këngëtare që i ftonin në për studio. Fillova shkruaj ca këngë ta asaj kohë, disa u bën virale në atë kohë, disa jo, disa kështu më radhë. Do na e thuash se dia këtë. Ja, son. Do na e thuash. Do na i tregon cilët këngë. Pastaj. Ti rikthejmë. Se janë shumë të mira që nga ajo. Po janë me kështu poezi të mira. Jo, realisht nuk kam bërë ndonjë boom të madh, themi, po disa nga ato janë bërë edhe virale në atë kohë. Flas në 2006-2007 deri në periudhën 20 vite. Po, kam punuar radio atje, ishte e ngjashme si kjo studia juaj me mikrofone, vetëm dëgjuese ti kishin. Dhe thash lidhja me këngëtarën bëri që të filloj të shkruaj, por sigurisht e kisha nga brenda çdo herë. Edhe në shkollë fillore, shkollë mesme, pastaj shkruaja diçka. Dhe dal nga dal
fillova nga ajo periudhë. Atë ndjesi që e ki, ajtë po filloj po e nxjerri ka pa. Ta e zbuloj më shumëti. Ishte kur e kisha bërë për mbledhjen e parë në ishullin e hienave që e ki aty. Ishte viti 2012 dhe e ndjeri Fadil Curri, nuk e di nga u takuam ato dhe ai më detyroi në një farë mënyre që ta nxjerr dhe gjitha të shkrimet për mbledhje që kisha që ta bëj një libër. Kështu që ai ishte iniciatori kryesor. Pastaj edhe miqtë mi që më thonin janë të mira, botoj e kështu me radhë. Unë rastësisht sot në mëngjes, të them të drejtën, sepse kishe postuar në story që quhet në atë Në rrjetet sociale. në rrjetet sociale, kishe postuar një poezi që fatkeqësisht mendoj kërkoj ndjes se nuk kam lexuar poezi. I dua poezit shumë, i ndjej. Edhe sot e gjeta një poezi Ura e harrimit. Pikërisht i emri edhe vetë i librit më të ri. Emri i botimit më të ri të poezive. Dhe unë doja të lexoja pak kështu për shikuesit tanë për t'i provokuar edhe për ta ndjer atë stilin e penës tuaj. Okej. Ura e harrimit. Ura s'ishte prej gurri. Ishte prej hapash të ndaluar në mes. Kaluam mbi të këmbë që s'u kthyen kurr, dhe lumi poshtë mori emrat tanë si gjethe vjeshte pa adres. Shtëpit mbeten me dritare hapur, sy që presi një fytyrë të njohur. O gjaqet zëndzorën më tym, veç frymën e ftohtë të mureve që mësuan të mos flasin. Në mes të urës, një këpus fëmije që rri ende si dëshmi. Era e shtyn, por se qonë do të matan, se matan s'ka më zëra, veç një jehon që thëret kot. Ikën të gjithë duke thënë, do të kthehemi kur bora të shkrihet. Por bora u shkri shumë herë, dhe uji kalon në nur, pa ju kthyer kur hapat pas. Avni një poezi që flet për me sa kuptova për një humbje pa kthim. Një realitet i hidhur i vendit ton. Ka simbolika shumë të bukura. Ura që dikur duhet të lidhte njerëzit në mes, sot po bëhet vetëm thjesht një nostalgji që nuk po kthehemi, dritare të hapura, o gjaqe të shtym. Harresa kolektive. Është realiteti i ditës sotme, por që ka vazhduar gjatë gjithë kohës, gjithë periudhës. Nëse shkon në librin më herët, e kam titulluar me vitet, vitet kur ka filluar ikja nga vendet të tona, sidomos nga Velesi, 1945-a, fillimi i ikjes nga vendi jonë drejt të asaj periudhës Stambollit. Pastaj vazhdojmë një ikja tjetër, edhe kjo ikja e fundit e të rinjve, por edhe pak më të moshuarve, ta them, që shkojnë dhe harrojnë të kthehen. E bukura është sepse ka shumë simbolika të bukura këtu, këpuca e fëmijëve, lumi i cili rrjedh dhe fatkeqësisht i harron edhe kujtimet. Me kohë, me gjenerata, me vite, rrjedha e lumit vazhdon, por kujtimet mbesin një gjenerat, 2 gjenerata, por pastaj harrohet. Është një gru shumë i fuqishëm i kësaj padrejtie këtu që po e kemi në qellin tonë. Për fat keq po, ndodh shpesh mbyle edhe më tej vazhdon të ndodh, ikin edhe harrojnë ta kthejnë kokën prapa, ose edhe nëse kthehen, edhe nëse kthehen, e kalojnë urën edhe më edhe nuk kthehen. Nuk kthehen më. Vetëm thjesht me kujtime mund të kthehemi, por fizikisht o gjaqet presin të ndisen, dritare të hapura presin. Kjo është një fenomen i gjithë këtij nënqielli këtu ku e kemi, sepse është dhimbja gati po e njëjtë gjithandej. Mirë po, kur flasim edhe për vendlindjen e vetë Avniut në Veles, domethënë është pikërisht një qytet e cila tashmë me të vërtetë numëron shumë pak shqiptar, një gjë që flet shumë për ikjen e pa kthim dritro, pa kthim. Sepse
Kjo është padrejtësia e represalit të shumta politike, pushteteve të ndryshme që kanë ndodhur, që njerëzit i kanë detyruar për çështje elementare të diskutojmë. Ne pak më parë para ca viteve ne po diskutonim për shkollën fillore, Ashtu për gjëra në Rovë, që ishte në Prele. Ne po diskutonim për shkollën, po diskutojmë për rrugën, po diskutojmë për transportet e shumta që fëmijët jetojnë në përfshatrat pak më të thella, që sigurisht Jakubit ku janë, që duhet jabullçisht që duhet një transport gati një orë, më duket në mos gaboj. 45 kilometra i ka nga Velesi, ku udhtojnë çdo nxënës çdo ditë. Domethënë gjithë këto janë shqetësime pa drejtësi të një kohe kur duhet të gjithat i kemi aty tek pragu i shtëpisë, por ne vazhdojmë akoma që të merremi me fenomene të shekujve të kaluar, jo shekullit të kaluar, por shekujve të kaluar. Tash kur flasim për jetën në Veles apo kështu, dua pak ta bëj edhe një krahasim tjetër sepse gazetaria kërkon pak distancë emocionale. Kupton, neve na ka ndodhur në studio sepse ne jemi pak emisione ndryshe. Mos jemi lokalista e ke fjalën. Realisht nuk është vetëm ikja pikrisht në Veles, apo ndoshta mas pak të ikin nga Velesi. Megjithatë nëse shkon në Kërçov, për shembull, ose në Strugë, ose ku diun në Dibër, janë dyert mbyllura gjithë ato shtëpitë mëdha që ja u ka vënë Chelsea edhe kthehen vetëm verës. Disa muaj në vetë vizitojnë. Ose ndoshta edhe nuk kthehen, e bëjnë ndërprerjen aty si në ndonjë hotel dhe pastaj vazhdojnë për në det, në Greqi, ku diun ai çfarë. Kjo është realiteti. Po, si Airbnb e shfrytëzojnë shtëpinë aty realisht, për fat keq. Por kur flasim për këtë shkëputjen e ndjenjave apo distanca nga emocionet, kur flasim pikërisht për gazetarinë, poezia kërkon të kundërtën. Poezia kërkon pikërisht këtë, nëse nuk shkruan për faktet që i përjeton pikërisht kjo edhe largimi që është, mirë po janë sikur dy botë të ndryshme. Më thuaj pak si i balancon këto të dyja. Realisht nëse nis qoftë kronik për ikjen, është shumë pak për ta shprehur në një 3 minutë të kronikës, kështu që ndoshta e kam zgjedhur këtë mënyrë për të shkruar më shumë për këtë fenomen që po ndodh dhe vazhdon të ndodhë më tej. Ikja, sidomos e trimve, sidomos gjatë verës, për shembull, shumë studentë tashën gjatë sezonit veror, në vend se të qëndrojnë këtu edhe të shërbejnë ose ku diun të punojnë kamariere kështu me radhë, ato vazhdojnë të shkojnë nëpër vendet, qoftë Sloveni, qoftë nuk e di cilat vende, në Kroaci, po. Duhet të them se duhet t'u amundsojmë që këtu të punojnë gjatë verës, pse mos punojnë një i ri në vendin e tij, po duhet të zgjedhë një shtet tjetër ku i duhet vizë, nuk njeh askënd, nuk njeh gjuhë kështu me radhë, shumë sakrificë është. Këtë gjë kam bërë unë për 3 vite me radhë, mirë, po kur shkon në vend tjetër mund të vish të blesh një makinë, mund të investosh diçka pak më shumë para. Ndërsa të qëndrosh këtu, nuk e di a mund të mbjetosh ta paguash edhe qiran. Për fat keq, po. Ajo është sistemi ekonomik i cili ka ndikuar, mirë, po është e vërtet. Edhe unë do doja shumë që të qëndronim në vend, të vlerësoheshim në vend, sesa të shkojmë në një vend tjetër ku edhe nuk vlerësohesh. Ndodhë kjo. Po normalisht kjo është në ëndër. Kundër atyre trimve që duan të eksplorojnë, gjejnë ndonjë vend, shohin kultura ndryshme në përballë, megjithatë, nëse është çështja financiare dhe i pëlqen të rrijë këtu, atëherë duhet t'u amundsojmë. Çdo kompani për shembull ta punësojë një tri për një sezon 3 mujosh, ta paguajë siç duhet, jo me pak minimale, pagën tjetër t'japën në zarf ose ku diun çfarë, ose hiç mos e regjistroje fare. Këtu dolim tash ke çështja e gazetarisë. Shumë do të kthejmë te poezia. Ju lutem jo të kthehemi te poezia. Po se balancon dhe doli më një herë. Po do të pyesja për shembull, a ka patur ndonjë rast Avniu si gazetar që ka raportuar në televizion sigurisht për punën që po e bën, dhe po që të ka emocionuar kështu si poet, domethënë të ka dhënë ndonjë ndjesi, opa prit pak se kjo po të merr ata melankolin, ta merr ata shpirtin pak, se këtu duhet të shpërthejë. Ka pas raste, nuk e di, shumë raste ka ndodhur, por tash ta veçojnë ndonjërin nuk e di, për momentin nuk kujtohet. Shumë, realisht shumë. Përmenda studentit tash do të kthehen prapë aty. Jo se do dalim te gazetaria, po jo, sot do qëndrojmë tek poezia më shumë. Kisha një intervistë me një student, i cili këtë që biseduam pak më herët, dështe të shkojë verës, por nuk i mundsohet këtu. Kështu që mos kthehemi prapë edhe. Dhe pastaj kthyte poezia ajo, jo. Jo, nuk u kthy. Mbetemi tek ura e harrimit, sigurisht. Ura e harrimit. Në librin tënd më thuaj, çfarë dominon më shumë? Sepse po e dëgjoj, po e shoh që ka dhimbje, ka dashuri, ka të vërteta, të shumta, cilës po jep pesh më shumë, që një lexues kur ta lexon të njihet Avniu me ky shkruan edhe për dashurinë, por dhimbjen e ka shumë të fuqishme. Realiteti hidhur i cili ndodh çdo ditë dhe ndoshta
ndoshta e kam përfshi në një botim të shkurt me atë që po ndodh çdo ditë. Do të thonë është pjesa më e errët e asaj që ndodh. Ikja është mbi gjitha, do të thonë ajo. Ikja është ajo që na shqetëson të gjithëve, po, sepse kam filluar edhe një numër shumë i madh i mërgjimtarëve tanë, të cilët fatkeqësisht i kemi nëpër Mërgat, që janë bërë më shumë se sa jemi ne këtu. Kam filluar edhe rastet e vakive që ndodhin. Rastet e vdekjeve kam filluar që njerëzit të grupohen, të varrosen edhe atje. Nuk dua të përmend gjëra. Por jo, fatkeqësisht kjo është një realitet i hidhur i joni, sepse thjesht jemi shndruar në Airbnb. Por ky është realiteti jon i pushtetit që i ka detyruar njerëzit jo për të mirë, por me represalje të ndryshme që e hapëm shtegun e mërgimit. A jemi të kënaqur apo jo është një temë tjetër, të cilën mund ta diskutojmë ndonjëherë tjetër. Albona, poezia, do flasim për poezi. Unë dua të flas për poezinë sepse unë me detyrohem pak më përpara përmenda se në emisionin ton kemi shfaqur shumë emocione, na mundëson vetë emisioni si i mëngjesit të ndajmë emocione, mirë po unë dua pak më shumë të di se a ka pasur ndonjë moment që ke menduar se këtë mund ta them si gazetar apo si poet. Domethënë ndodh shpesh që nuk e di. Ti përzin të dy botat, sepse mua dua pak më shumë të ndajem tek ai balanci, sepse është shumë i rëndësishëm. Unë ti shoh kronikat në rrjetet sociale janë shumë të ndjeshme. Tash nuk jam në një, nuk jam si një gazetar, del tregon, del tregon, jam në këtë fshat, është kjo problematik. Jo, ka një ndjeshmëri pak më ndryshe. Pak a shumë të flasim për karakterin tënd, i cili dallon pak për tjerëve. Se cili ka karakteristikat e tij të veçanta, por edhe ti je mjaft i veçantë në punën që bën. Për shembull, nëse zakonisht dua t'i bëj ato historitë e mia që i ndjej dhe dua t'i bëj siç duhet, i bëj në atë stilin e writing apo telling ose ku diun çfarë. Edhe dua për shembull t'ja filloj nga një shitës, ku di unë, nëse e takoj, siç ishte një rast me ato që shitshin patate rrugë, rastisht i takova, ajo fotografia e parë ma jep gjithat që çfarë do duhet shkruaj pastaj. Ti saktë çfarë do të dalë nga ajo kronikë. Edhe fillimisht e lë një hapësirë të atmosferës duke shitur, duke ashtu, dhe pastaj ja nisi të tregoj tregimin e atij personi, për shembull, që çfarë është duke bërë për momentin. Kjo është më lidhet dyja bashkë edhe me storjet, edhe me poezitë, edhe me ngjarjen terren. Por jo gjitha, sepse ka pjesë të errët të kronikave kur edhe sulmohemi. Po, e dihet. Fatkeqësisht po, janë gjëra të cilat ndodhin, por është pjesë e punës. Shiko, ajo vetëm të bën më të fortë të jep pak më shumë edhe vullnet, do thoja. Ku pas kohë duhet të ketë jo sulme fizike, se si nuk po them në këtë konotacion, mirë po të ketë si them raste të cilat zhurmohen pak më shumë që puna edhe jon të del pak më shumë në Na bën mirë si gazetar, sepse është shumë kohë. Shiko, unë jam shumë. Ne kemi shumë për të folur, por edhe jemi. Shpresoj që edhe pas emisionit do ta vazhdojmë. Patjetër jemi në 8 minuta të fundit, po unë jam relativisht e ri në këtë profesion, edhe pse jam shumë e lumtur që kam ekip të mrekullueshëm, pikërisht edhe mësoj çdo ditë nga çdo gazetar që ka shumë përvojë në media dhe pikërisht ti e përmende që pothuajse më gati 20 vite ndoshta je në media, qoftë radio, qoftë është media, je zëri i shërbejmë popullit me informacione të ndryshme. Më thuaj, çfarë të mungon më së shumti nga një kohë pak më të hershme në gazetarinë e sotshme? Edhe pse ti ndoshta e ke gjetë karakterin tënd në profesionin e gazetarisë, stilin, mi po çfarë mendon se i mungon më së shumti gazetarisë së sotshme? Nëse flasim televizionet duhet të reflektojnë në pjesën e jetëve sociale. Kushtohen sepse dal nga dal humbi radio, ja erë televizioni, kështu që televizioni po humbet pasi çdo inditi ka dalë në po. Mendoj se edhe prindi jam për shembull kur shkoj në shtëpi, shef ndonjë ku di program në YouTube, futet e kërkon edhe kështu. Domethënë çdo i ri, çdo i moshuar nuk ka më nevojë për televizion. Të rije i lidhur me televizonin. Edhe pse shohin sigurisht. Shohin televizion, nuk duhet ta them këtë pjesë, por dal nga dal domethënë duhet të përshtatemi. Kështu që moda digjitale është bërë shumë e rëndësishme. E së përshtaturës është e nevojshme. Unë do doja të kthehesh te poezia. Kthehemi. Për të ballafaqur me realitetin. Pra, a mendon që poezia sot është një luks që njerëzit luftojnë gjatë gjithë kohës me problemet reale që i kemi, apo mund ta quajmë një
domosdoshmëri që dikush mund ta ndjej veten aty edhe di se si mund të reflekton. Luks, nuk e di a është luks, po mund ta quash luks mbas gjithë asaj punën e së është, për shembull i rënduar ku diun sa dhe kjo kërkon punën e vet. Duhet të jesh i qetë, duhet të inspirohesh nga diçka për të shkruar. Sepse kemi shumë probleme Tani që ballafaqohemi. Për fat keq shumica e të rinjve nuk din as lexojnë, tani ajo më të shkruajnë, E vërtet është kjo gjë. Është një lajm të hidhur në portalin tonë sot, po. Edhe kur i dëgjon flasin anglisht, edhe kjo më vret më shumë ti, edhe kur jemi të poezia, të pakt janë ato fëmijë tash që ndoshta s'kam dëgjuar ndonjëherë, nuk e di a ka, si të që tjetë, nëse dikush të shkruan, le të paraqitet të ndihmojmë se si Kam shkojnë. pasur në emisione, mirë po janë shumë të rrallë. Shumë të rrallë, po, Shumë të rrallë. Unë për shembull në atë kohën time kur isha i ri, doja me gjithë shpirt që të promovoj shkruaj e kështu me radhë. Por tani dal nga dal këto të rinjt përkushtohen më shumë telefonave e kështu. Ke një autor preferent, domethënë si referencë që e merr shqiptar të flasin. Ismail Kadare gjithmonë e kam pasur, po. Për poezi. Kam pas fatin të takoj në Tetov kur ishte, i mora 2 nënshkrime apo autografet e tij në 2 libra, ashtu që i ruaj. Ky është Kadareja. Kadare. Apo këta të jashtëm të huaj? Sa pika shiu ran biçë. Dhe unë për ty se ndjeva mall, jetojmë të dy në një qytet dhe rrallë shihemi sa rrallë. Kjo është e bukur, si poezi shumë e bukur. Më pëlqen edhe si poet, por si shkrimtar më shumë. Po. Më shumë më pëlqen. Më pëlqen më shumë me dua Pallati i Ëndrave. Jo se e kam emrin, po drejt Ragolli më duket si poet më i mirë se sa. Mirë, mund po shihesh, ç'është shihesh. Ndoshta. Sot nuk është Pallati i emisioni Ëndrave se krahasimeve. harrova ta përmendi këtu. Po. Ajo që më ka tërheqë ta lexoj më shumë Ismail Kadarein, te Pallati i Ëndrave përmenden Çiprilin, nëse e ke lexuar, sigurisht e ke lexuar. Edhe Çiprilin kanë bënë me urën e Velesit, kështu që më lidhen. Këto dy ja lidhen bashkë, po. Këtu janë më. Po. Shumë e bukur. Avni, si pushon, kur pushon dhe si e merr inspirimin. Mua kjo më intereson. Kur shkruan thua? Dhe, po pikërisht. Kur vjen momenti. Shkruaj gjatë verës zakonisht. Kur janë fëmijët të angazhuar në fshat. Vitaminën D, domethënë i ndikon mirë. Po të them që vera është ilaçi çdo njeriu nuk më kupton. Gjetët. Gjatë verës kur fëmijët janë, domethënë të angazhuar jashtë edhe nuk duhet kujdesem shumë, kështu që më japin sa 5 minutë derisa të zihet njëri me tjetrin që të shkruaj edhe të ndaj edhe të vazhdoj pastaj, kështu që vera definitivisht ose pranvera. Natën, pranvera ditën. vera. Edhe nata, por nata më shumë ti, po. Nata më shumë. Po nata është koha e inspirimit, Po, do të themi, po. sepse gjatë gjithë ditës je stërmbushur ose gjatë gjithë vitit dhe reflekton. vjen një moment kur ndrit, Reflekton. domethënë teri shndrohet në dritë dhe është momenti i duhur kur a të ndodhin shpesh kur të vinë inspirimet, kështu që a mban një letër dhe një stilolaps I shkruaj në telefon të A Nëse shkruan. harroj Po, edhe sepse kemi këtë pastaj mani nuk shumë i njerëzve i kthehet, harrojmë, themi jo se do e mbaj mend për nesër, kur zgjohemi të nesër. Haro. Për zbekur e Jo të gjitha. nesër më, po nëse se shkruaj pas 5 minuta shike. Të ndodhen shpesh ja kjo. Po. Shumë e vërtetë. Ndodhen shpesh, dhe shumica e njerëzve Ja. themi sepse përtojmë, edhe themi aj se do e mbaj mend, kur zgjohemi çfarë kisha të bëj. Nuk e di pse e kam edhe një breng sa herë dhe emrat e personave. Nuk i mbaj mend, nuk e di pse. Këto e kemi justifikim pas Covidit, çka ku vaksina Jo, e jo, doshta. kjo është defekt profesional. Shiko tash edhe unë dritroj vetëm në emision sa persona të takojmë dhe të ftuar që janë shumë speciale ne me të vërtetë i mbaj mend mirë, por ndoshta na duhet ndonjë nga një 10 sekondesh Që vetëm ta ta përkujtosh, rikthesh, po. ta rikthesh Sepse është pikërisht Sepse pjesë e është profesionit. përditshmëria, është Po e kam gjetë në mënyrë, kështu që nëse e kam në emën që e di sigurt se kush është, apo e kam parë si fytyrë, apo kam kontakt më shpesh, ky person e pas ka emrin kështu edhe duhet ta lidhi me Që atë asoson me dikë tjetër. Po, edhe unë mundohem kështu që ti lidhi këta, por ja që na ndodhin shpesh nga vaksinat, që kujtohemi, që ju kërkojmë ndjes të gjithë të ftuarve, por shumicën mundohemi të mbajmë mend, por edhe folderi aq mban më. Sepse disa i harrojmë, i zaventësojmë me disa të tjerë, por përditshmëria sjellën. sjellën. Besohet, mirë po jemi në 2 minutat apo 1 minutën e fundit, unë dua që të ndalim me Avni, na tregosh pak më shumë për të gjithë ata që duan ta blejnë librin, ta kenë. Realisht libri nuk e shes, megjithatë nuk e di a blen kush libra tani. Në Shqipëri është më ashtu. Vazhdon akoma tradita që libra duhet të bler për të përkrahur edhe Po sigurisht, po unë ja falas, që nëse ka ndonjë të interesuar mund të më shkruaj lirisht. I kam ca që më kanë vet pa i dhuruar, disa i kam dhuruar vetëm të persona që dëshirojnë të lexojnë, edhe me shumë dëshirë do i dhuroja pa ndonjë benefit.
Avni, Fantastik. çfarë nuk arrite deri më sot? Të thuash si gazetar, po e thua si poet. Çfarë nuk arrita të vizitoj gjitha fshatrat dhe të nxjerr në pa aq jetohet atje, si është jetosh në fshat, kështu që e kam ëndër të realizuar, ndoshta në të ardhmen. Uroj dhe shpresoj që së shpejti do bëhet kjo dhe pas kësaj do ta kemi sërish në studio për ta pyetur për ëndra tjera të cilat sepse lindin. Dytëra, me inspirojnë shtëpitë e vjetra, shumë, nuk e di pse ato portat prej drasash, ato avlitë e drasave. Edhe pse s'ka njerëz, po flet shumë. Po, shumë flasin. Heshtja ndonjëherë flet shumë. Në prag të një guri e kam pa që është ajo, ai guri ishte kështu, domethënë ishte grop nga të që kishin ulurat. kaluar, Aha, po, që kishin qarkullime. kaluar, po. Edhe këto më inspiron, këto gjëra mas shumë. Mua më erdhi simbolika shumë të kështu bukura. pak më doli poetja Valbonës nga brandja, mirë po do doja shumë Avnit dhe do të ishte kënaqësia e të gjithë neve si qytetarë të përbashkët që ndajmë këtë nënqill, ta shohim botën, ta shohim kronikën me lencën e Avniut. Kështu që unë të uroj shumë shëndet dhe paq fat dhe vetëm shëndet për të ndjekur ëndrrën pikërisht e pa realizuar që unë mendoj që 80% e ke bë. Të kam mbetet ajo 20% që ta shijosh duke e bërë. 50% kryhet nëse e mendon. Pastaj vërtet, pjesa e tjetër vërtet. duhet punë dhe angazhim. Avni, unë falenderoj Falenderoj shumë që ishe shumë. sot Shumë prezent, të faleminderit. dëshiroj, unë përzemërsisht uroj dhe dëshiroj që këta poezitë e tua, këta rrëfimet e tua, shpirtërore që i ke, të lexohen, Po. të mbahen mend dhe të kujtohen për gjithmonë. Shumë faleminderit Të për shtofshin kohën. krijimtaria të shtoft. Shumë faleminderit për kohën e ndan dhe ishte kënaqësi që në mëngjes të flasim për libra dhe për shkrime. Emisioni pa konkurrenca, po. Pa konkurrencë definitivisht. Miq dashur. Emisioni më i mirë.